Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga i falë dhe ndihmë kërkej. Të ndershëm vëllezër, duke pas parasysh se kur Ramazani ky muaj është muaji i Kur'anit, sot e pas të arsyeshme të themi disa fjalë në lidhje me Kur'an. Çka do të thonë Kur'an? Kur'an është fjalë e Allahut fuqiplot. Kur'an është fjalë e Allahut subhanahu wa ta'ala. El-Qur'anu kalamullah al-munazzal, fjalë Allahu subhanahu wa ta'ala që i ka zbrit ale nabi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që i ka zbrit Muhammedit alaihi salam. Wa huwa ad-dustur lin-nasi jami'a. Dhe Kur'ani është kushtetut për të gjithë njerëzit kudo që jetojnë në botë. Sheikh Ibn Uthaymini rahimahullah, Allah e mëshiroft, thot leximi i Kur'anit në dy mënyra, dy variante. E para, lexim me kuptim dhe me meditim, dhe vetëm lexim. Do të thonë, ne kemi njerëz që e lexojnë Kur'anin, edhe tash nga papa e kuptojnë, ndalen, nxjerrin dispozita nga ajetet e kështu me radhë, dhe lexim, vetëm lexim. Edhe njëra edhe tjetra janë rregull. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an, lexoni Kur'anin, fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafi'an li ashabihi, sepse leximi i Kur'anit në ditën e gjykimit do të vjen ndërmjetësues për ata që e kanë lexuar. A kena me pas nevojë të gjithë ne për me ndërmjetësu dikush në ditën e gjykimit. Sikur që kemi nevojë në këtë botë me në ndërmjetësu dikush për ndonjë punë, ashtu edhe në ditën e gjykimit do të ndërmjetëson edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ne, nëse e falim sunetin e tij dhe çojmë sunetin e tij në vend, dhe do të ndërmjetëson edhe Kur'ani, do të ndërmjetëson edhe agjërimi, edhe muaji Ramazan. Transmeton Uthmani radiallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri prej jush është ai i cili e ka mësuar vetë të lexon Kur'anin edhe u mëson të tjerave. Do të thonë, më i miri është ai i cili vetë lexon Kur'anin, mirë po nuk i mjafton kjo, por edhe mundohet edhe me mësu talebëve, nxënësve. Se secili që lexon Kur'anin, edhe ti e shkak, ti e sebeb që e lexon Kur'anin, me leximin e secilit ajet ose secilit harf, edhe ti që e bon sebeb dhe ja ke mësu Kur'anin dhe ti merr sevap. Të ndershëm vëllezër, transmeton Ebu Musa el-Ash'ari radhiyallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith është pak më i gjatë, do të dalim ngadalë të shpjegoj. Sjell shembuj pejgamberi sallallahu për ata që lexojnë Kur'an. Thot mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an, shembulli i besimtarit i cili e lexon Kur'anin është kemethelul utrujeh, është si një pemë që shqip, unë mundova të shoh shqip utrujeh, çka i vjen? Shqipi vjen qitro, po fjalën qitro dikush e kupton e dikush se kupton, është si një lloj portokalli i madh, që lloj-llojshmëri të ngjyrave, është pemë. E ka erën e mirë edhe e ka shijen e mirë. Do të thonë, një pemë, ta zam tash, hadithin ta përkthejmë me kuptim. Jo vetëm bukfalisht, me kuptim. Çdo lloj peme që edhe hat, mirë po edhe era i vjen e mirë. Thot besimtari i cili lexon Kur'an, është sikur ajo pema që hat, edhe i vjen era e mirë.
nënkuptojmë erën e mirë, imanin që e ka besimtari, edhe në posaçërisht këtë muaj edhe shpërndan atë mirën. E një besimtar që agjeron, edhe lexon Kur'an, edhe bën vepra të mira, nëse vetë është i mirë, por edhe atë mirën që e ka brenda vetvetes e shpërndan edhe të tjerët, inshallah. Thot, mathalul mu'mini alladhi la yaqra'u al-Qur'an. Shembulli atij i cili është besimtar, mirë po nuk lexon Kur'an. Do të thonë, ne kena besimtar tash që janë besimtar të mirë, e falin namaz, e agjerojnë, mirë po Kur'an nuk lexojnë. Thot, keme thelit temre, o si hurma. Thot, la riha leha wa ta'muha hulwun. Nuk ka erë, mirë po hurma e ka shijen e mirë kur e ha. Thot, muslimani, besimtari i cili nuk lexon Kur'an, o si hurma. E ka brenda shijen e mirë, mirë po nuk i vjen era. Do më thonë, i pari, i shampioni, i pari. Edhe erën e mirë, edhe si ushqimi mirë, apo. E ki që nuk lexon Kur'an, si ushqimi mirë, ama nuk i vjen era e mirë. Nuk ka që ka shpërndan të tjertë. E treta, kjo tash për një grup të njerëzve që inshallah nuk i takojmë në këtij grupi. Thot, el munafiku alladhi yaqra'u al-Qur'an. Dyftirshi, munafiki i cili lexon Kur'an. Thot, mithlu rejhane, ose mithlu rejhane. Në shembullin e ka sigur rejhane. Rejhane shqipi vjen Borziloku. Na dëgjohen tonë Busuleku. Busuleka e kuptojnë a këtë që këtë me thonë? Qka i vjen busulek, erën e mire ka, po. Ha? Po, ama hatë, munafiki, diftirshi, politik ban, erën e shpërndar, erën e mire. Ama mrenda i kalpt, nuk hatë, busuleke, a hatë, nuk hatë. Ama për një merën e mire ka. Për atë qka prej munafikve duhet më mbrojt. Sa të shpërndajnë politike, erën e mire, se na më mbrejnë janë të kalpt. Nuk ka zgjam brenda tyre. Vetëm erën e mire. Edhe i katërta, thot, mathalul munafiki alladhi la yaqra'u al-Qur'an. Shembulli munafikut diftirshit i cili nuk lexon Kur'an. Këta është edhe një shkallë më i keq. Thot, kemathalil handhale. On si kungulli i egër. Handhale shqipi vjen kungulli i egër. La riha leha wa ta'muha murrun. As era nuk i vjen edhe nuk hatë. E unë, për shembull, tu kena më të vetër gjemat, në të shta me kanë patë kungullin e egër si janë, mu së më ka dhe rasti të shofë si janë, ama më siguri edhe nuk hatë edhe era si vjen. E inshallah ne i takojmë ati grupi që lexojmë Kur'an. Po, edhe njerë po e potencoj se një ditë e potencova. Në qofë se nuk mundimi me lexu Kur'an, a mundimi me ndëgju, apo? Bilet jemi prej tyre që ndëgjojnë Kur'an. Se sunën këtu e kam ndihmës, pak Kur'an kam e lishu ma vonë, bashkë kina me ndëgju, se këtë teme kina, e mos të haroj, ma përkujto. Helbet e kriju, në thoi, hoxha, Kur'an du të me ndëgju. Mirë, Omerin radiallahu anhu e kini ndëgju, apo? Me taku, se kina taku, po se cili prej ne si musliman Omeri, të jetë Omeri. Thot, emma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qal. Thot pejgamberi juaj Muhamedi alaihi salam ka thënë: Inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitab aqwama
Allahu Gjeleshanu disa njerës i ngre lartë në përmjet Kur'anit, sepse ata e lexojnë Kur'anin, e meditojnë dhe punojnë sipas Kur'anit. Wa yadha akharin, edhe tjerë të lënë anash. Nuk janë njësoj si ai hafizi Kur'anit, si ai haxhia që nuk shef mira më gjithë ditën rrim bi Kur'an, si ajo gruaja të shtëpia që edhe galen e iftarit e gale dhe galen e fëmijëve edhe gjenë kohë me lexu Kur'an, edhe si ai tjetri që hiç se ka gale. Bilen kohën e lirë, tash Ramazan më shumë dëgjon diçka tjetër sekundare se sa që lexon ose ndëgjon Kur'an. E për atë çka ka Allahu dhe lëshanu këta njerëz pak janë ashkalar. Të ndërshëm vëllezër, një hadith tjetër që e transmeton Ebu Hurajre radhiyallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do gjera me vëmendje hadith. Edhe këtë hadith do të pak më shumë me kuptim se sa që do ta përkthej bukfalisht. Thot vjen Kur'ani në ditën e Kiametit, në ditën e gjykimit, kur kena me pas nevojë për ndihmë, vjen Kur'ani. Edhe thot, mirë po në si ai njeriu i lodhur, i raskapitur, atë shumë i lodhur sa edhe ngjira ju ka ndryshu. Ki po njeriu kur lodhë dhe njerë, edhe në ftirë hetohet që ju ka lodhë. Trupi, fiziku ju ka lodhë. Edhe i thot ati që e ka lexu Kur'anin, do më thonë Kur'ani i thot ati, a më njeh mu? Do më thonë Kur'ani i drejtohet ati njeriu që e ka lexu. I thot, a më njeh mu kush jam? Thot, unë jam ai i cili natën të kam lënë pa gjumë, e të kam lodh, e të kam raskapitur, e t'i kam lodh syt, edhe s'kam lënë me flet. Edhe thot të kam lodh me namaz nate, se namazin natës ka lënë pa lexu Kur'an, a ka namaz pa Kur'an? Jo, e namaz natën e ma shumë me lexim Kur'an, apo, ma gjatë. Thot bile, në kuptim të hadithit, ti që ke lexu Kur'an, i ke ndejt Kur'anit mbrapa, që mos të ike as një sekund pa e shfrytzu me lexu, si kur ai biznesmeni, ai tregtari që i ri tregtisë së vet. E ki po ai tregtari, ka shteperi, dyqani, me normale, tregtar për me fitu duhet me ndejt pasunisë vet, apo, afër, thot ti ke ndejt Kur'anit afër si ai tregtari që i ri pasurisë së vet, mos t'i humbe. Thot, për atë shkak, ti sot e meriton khuldin, e meriton gjennetul khuld i përhershëm, edhe këti njeriu që e ka lexu Kur'anit i vendohet një kuror në kokë, plus prindërve të këti që ka lexu Kur'an, edhe babës edhe nanës nga një kuror, edhe prindërit kanë muhabit, kanë me thonë, me qka e meritum në këtë kuror? Atëherë, do t'i jepet përgjigja, thot, këtë e ke meritu, se fëmijën e juaj e keni eduku dhe e keni mësu me lexu Kur'anin. Ai fëmija 6-7 vjet, nëse nuk e udhëzon prindi me shku te hoxha, e shkon veta. Ja, e prindi, baba dhe nana, në qofse bëhen shkaktar dhe sebeb që rinia jonë, qofshin djemë dhe vajza ta lexojnë dhe ta meditojnë Kur'anin, pasha Allah në ditën e gjykimit ata prindër kanë me marë kuror, edhe bide kanë muhabit, kanë me thonë, pse, me qka e meritu, më thotë e kene meritu, se fëmijët e juaj i kene qu të hoxha atje me mësu elifin e pas të Kur'anin, kështë të mëra. Të ndërshëm vëllezër, Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an thotë, wa anzalna ilayka dhikra, ne ta zbritëm ti Kur'anin,
li të bejjin e linnasi, që ti pastaj t'ja argumentosh, t'ja uspjegosh njerëzve, ma nuzzile i lejhim, qka ju ka zbrit atyre, wa la'allahum yatafakkarun, që njerëzit të fillojnë të meditojnë, të logjikojnë, të mendojnë. Pastaj thot, laqad anzalna ilaykum kitaban, ne u zbritëm juve një libër, fihi dhikrukum, edhe ju përmendeni brenda asaj. Efela taqilun, ju nuk mendoni? A nuk e mendoni këta? Ta secili njeri e mendon. Bile në kohën e fundit atë shumë lufta e madhe bëhet kundër muslimanëve, kundër Kuranit, sa nuk ka njeri në botë që nuk miret me Kuranin. Ashtu Allahu e ka bë që luftë, pasi ata bëjnë luftë kundër muslimanëve, me siguri kanë dëshirë neve me na marë Kuranin, me na largu Kuranin. Po ti mundesh me marë mu Kuranin si libër, si mushaf, ma merë edhe më lepa Kuran. A mund prej zemrës në ma merë. A mu 100 vjetë këtu, prej në vitit 1924, kër është shkatru rëzu Perandoria Osmane, ne këna kalu në Bugart pak e Sërt, pak e pastaj komunistat e se cilë është mundu Kuranin me na si një veju për Kuran kina nevoj pak me përparu e nuk mundesh me përparu me Kuran s'përparohet me namaz lene nuk përparon njëri me shami nuk përparon haqia më balë në gjami ajde shtaj ku më ndejt ku ai mësimi ka e prapa shumë sende në kanë imponu që s'janë tanët. A ato që kanë qenë tanët në kanë... Por, a ja arritën qëllimit? 100 vjeta, deri në 1990, hajde, pas të demokracia, këto demokrat në mënyra tjera, pak ma demokratike, edhe këto mundohen Kuranin, tek me të marrë, me të hek, prej zemre, ama në mënyrë demokratike, ato tjerët në mënyrë komuniste. A ja arritën qëllimit? Wallahi, unë se di pse lodhen. Nuk gëzon ti mundesh me bon luft me mu. Unë e dërzohëm, se jam i takt, nuk mundëm. Ama ma Allahun as mos e mendo. Se si cili njeri, do me thonë, padrecia është e vetëmi zullum. Padrecia që trashet dhe këputët. Gjithë shka hollohet dhe këputët, ama padrecia trashet dhe këputët. Të ndërshëm vëllezër, Allahu dhe lëshanu në Kur'an thot, efela yatadabbarun al-Kur'an, a nuk e meditojnë ata pak Kur'anin, a nuk e mendojnë çka i urdhnon Allahu në Kur'an dhe nga çka i ndalon? Walau kana min indi ghayri Allahi, po të kishte ardhur Kur'ani jo nga Allahu, po nga dikush tjetër, lewajadu fihi ikhtilafan kathira. Brenda Kur'anit do të gjenjshin shumë gabime. O vëllezër, dini sa janë mundu njerëzit e ditur në thojza në botë me gjetë në një gabim Kur'an. O e kanë studiu, fakultet ka të posaçëm. Tash nuk do të thonë që e ditë, nër tokë. Mos pia gjemë dhe një gabim Kur'anit. Nuk mund, s'ka shansë. Hiq, s'mundet. Pse sa on fjala Allahut, nuk o fjalleme. E të kishë qenë pre njerëzve Kur'ani, sa gabimet i kishim gjetë. Sigur tash, për shembull, e merr një libër, unë e shembull, e marr një libër që e kanë shkrujt para 100 vjetëve, dhe tash, ajo gjuha shqipe që ka qenë, tash unë e baj pak ma shqipën që tash e kemi, e dikush atë libër e merr pas 100 vjetëve, ka me gjetë në një gabim, edhe e përmirëson këtë rregulla. Sepse njeriu që ka bën, mundet me gabu. Ka është e vërtetë, e qartë. Mirë pa Allahu dhe Reshanët që ka thonë, nuk në gabim. E thotë Allahu vetë, thotë, mos të kishtë qenë Kur'ani nga unë, po të kishtë qenë nga njerëzit, do të gjenë shi gabime, mos pajtime, shumë brenda ati libri. Mirë pa Kur'ani, a fjallë Allahu subhanahu ta'ala, sa do që mundohi ju, nuk mund një të gjeni asë një gabim. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith unë e kule lexova, u mundova të analizoj edhe
Pejgamberi sa ka thonë në dy, thot hadithi sahih, Abdullah ibn Amr ibn As e transmeton, thot men qara al-Quran fi aqall min 3 ayamin lam yafqahhu. Ai cili e lexon Kur'anin shpejt dhe më pak se 3 ditë nuk e ka kuptuar mirë. Unë ula edhe analizova, çka i vjen kjo? Kjo i vjen në stilin tonë, ta shpjegoj. Kur e lexojmë Kur'anin ne, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, edhe Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kur'an edhe Kur'an kjo, po. Çka morët vesh ti kjo? Rahman Rahim Malik Yawmiddin, ja kanë abdin e kristianin dhe nasrat al-muslimin. A Kur'an kjo? Po ti hat me mundesh me e bon kështu Kur'an. Inna alladhina kafaru sawan alayhim narduhum. A mundesh të më lexo po? E çka është vetë se ti çka i të thon? As dikush që të merr vesh çka i tu këndu. Tash rall her do një hafiz shumë i fortë, ja. Ka mundësi ama për ai mundet të për 6 orë, 8 orë, 10 orë me këndu Kur'an. Ato hafizat e fortë që janë, edhe veç ulet edhe e meditant, edhe ama trall janë. Por atë çka është gara e lejuar në me bo gara kush ka me lexu më shumë Kur'an. Ama jo tash me anis. Ki për 1 minutë 2 faqe, unë për 1 minutë 3 faqe. Veç mi ndru faqe, ta? Ja, Kur'anin, për atë çka thot për Islam, Kur'anin pak ta lexosh edhe me kuptim. Ta dish bile çka i të thon vet. Për atë çka ke keni pa këto dhikr, për shembull, dhikr, e kom vendos me thonë unë 1000 herë astaghfirullah, 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 e ti tash edhe e thu, edhe jenë vetë di edhe e di çka i të thonë. Kur ti bëjsh ka 100, 200, 300, do 1000 herë, ki bon jetë 1000 herë. Edhe shese e ke 500-ta, astaghfirullah, 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 janë is me gabu, lene. Lene, se si të bo ma dhikër, ti të thonë të qka që se mërve qka i të thonë. Do me thonë jenë trans, më nuk e ti qka i të thonë. Nuk je vetvetja. Por la qka këtë ndërshën dhe se Kur'anin lexojnë nga dal. Ma mirë një hatë me muaj, ama nga dal me lezet, me knatësi. Se Kur'anin kur ta lexojsh duhet me ta knatë zemrën. Jo vetë si punë. Hajë ta lexoj unë. Sa hatë mi ki bombe. 7, ti 12 unë. Ti unë 15. Po mundesh edhe 20 mi bon, nuk jam kundër unë. Mirë po ta lexojm pak Kur'anin me qef, me knatësi. Jo vetëm se si punë ti dal në qosh, prej fillim dola në qosh. Sigura që e punon tokën e di. Unë e baj mend njerë të dajtë e mi aty punoj isha tokë i rihi, se aty isha për shkupit, edhe u mundosha atyve dalarve me mi a shku, edhe do lakë në i pa të mbjellë. Edhe unë disi sa ma shpejt e i këput që ato, edhe e shifësha më ka pa diku që tapat, prape në zi, e vëndësha, edhe me e këput që. Unë si kësha ditë që ato kalbën, kur e rendi jem, kur u kthej i vajtë jem, tha, o nipë. Tha, unë se këmë pas që ka ki boha, më kalë për në kejtë, du me thonë i ki këput, ma ka dalë. Ma ka dalë, du me thonë, se në të bo gara kush për jashkon tash, mi i bo mirë. A e kam mirë tash ajo, si shembul. Tash nësi në të bo gara kush kam jashku sa falë që i kena me lecu, ja. A e më Kur'anin në kaloj. Kur'anin këndojnë, ja, kështu me qef. Ga dalë. Sa do të që shkon, me shkoj. Djetartë, medari gjëseli kino, shkallët të devotshmëve, thot, ka një grup që zemrën e kanë të vdekur. I libër se di unë Ibn Qayyim al-Jauziyje. Pse të vdekur? Se asë gjanë s'ka brenda asaj zemrë, asë ma Allah s'ka punë e zemrë, asë me Muhammedin sallallahu, asë me familje, asë me Kur'an, ma zë gjanë. Thot, ka një grup që kanë, një grup të zemrave që është i zellshëm, ka nevoj, do me bon diçka, më gajre mustemir. Disi
nuk e përfill fort atë muhabetin që ka ja thot dikush, atë udhëzimin, ato të mirë ata. I te kalon. Nuk i ndëgjon fort, nuk i përfill. Edhe zemrat e shëndosha, ata të cilat janë të gatshme, e ndëgjojnë, e udhëzojnë, i marrin udhëzimet, e lexojnë Kur'anin, kënaqen me Kur'anin, e falin namazin, qetësohet, që zemër qetësohet me namaz, i ka punë mirë me familje. Do të thonë kur foli për zemrën tash edhe trupi, se a ka zemra kur rri. Nuk rrin hava, rrin brenda trupit. Për këtë lloj zemrës duhet me punu këtë zemër me pas. Do të thonë zemër që ai qetë, ai rahatshme e kështu me radhë. Të dashur vëllezër, ju të gjithë elhamdulillah lexoni Kur'an, ndëgjoni Kur'an. Unë po e mësoj veten dhe juve nuk ka knatësi dhe nuk ka sevap më të madh se mu marrë me Kur'an. Edhe dietarët e mëdhenj në botë, sahabët e tabiinet e Ebu Hanifja, gjithçka, Imam Maliku e krejt, muajin e Ramazanit s'janë marrë me asgjë tjetër përpos se me Kur'an. Ose ka lexu, ose ka ndëgju. Unë për në fund e kam zgjedh një prej lexuesve që unë e pëlqej, do të thonë që edhe ju keni më pëlqej se ka shumë lexues të mirë që këndojnë Kur'an. Ky ka emrin Abdul Munim at-Tuhi. Abdul Munim at-Tuhi rahimullah ka vdek, vetëm 5 minuta do të dëgjojmë edhe pastaj do ta përfundojmë për sot inshallah. Çka u bën kjo? Kaput? Ha? Jo, bateria, dalë pak. Kush ka një punë, ka një obligim, mund me shku? O, sa mirë kempe, na u prishën e pak. Suno, në ke marrë mësinish diçka? Allah i shpëlef dhe sallallahu se kitë punë po i le obligimet e veta dhe vinë na për lishuma? Po. Mirë se s'pe e qatë, ma. Se kemë më të fort zonën e kosa në regull. Zotë që shpërbleft, që bëni halal, kush do e ku bon jetë sot me dal foto këtë bashkë. A banë sunën të mëna një foto? Kush do me dal me mu, rridi. Kush nuk do, me zorë s'mumi. Ja, ju atë nërë këne me dal foto, pa ju së interesant. Vëzë. Hajde suno, në të vendin.